Islami ynë në mesin atyre normave etike që Islami na mëson është se Islami kërkon prej të gjithë neve të kemi një përpjekje të përbashkët, një përpjekje kolektive për të mirën, qoftë kur bëjmë përpjekje për t'u mësu të tjerëve të mirën, qoftë kur bëjmë përpjekje që të bëjmë mirë, por edhe kjo përpjekje e përbashkët duhet të jetë edhe përballë të keqes, qoftë në parandalimin e të keqes apo në edukimin dhe vetëdijsimin e të tjerëve përballë të keqes, e që e keqja nuk është vetëm e keqe që i takon individit kur ai e kryen një veprim të keq, por Islami na tregon se pasojat dhe dëmi i të keqes është diçka që e tejkalon individin, nga se pasojat e prekin familjen e atij individi, pastaj ajo reflekton në shoqëri dhe kështu me radhë. Prandaj kemi po e zëm ajetin 104 nga kaptina Ali Imran, ku Allahu Dhul Gjelal nga ne si shoqëri kërkon që përpjekja jonë tjetë e përbashkët drejt të mirës dhe drejt të keqes. Do të thotë drejt urdhërimit në të mirë dhe parandalimit nga e keqja, thotë Allahu Dhul Gjelal, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. 104 Ali Imran. Bëhuni bashk, le të jetë përpjekja juaj e përbashkët o ju njerëz që do të bëni përpjekje të thirrni në punë të mira, do të ndaloni nga e keqja dhe atë gjithë ata të cilët e marrin këtë obligim dhe këtë angazhim do të jenë të shpëtuar edhe në këtë botë, por do të jenë të shpëtuar edhe në botën tjetër.